Dhe me që jemi te finalet të javë do kemi një finale të rëndësishme El Clasicon, që është një ndeshje vendimtare për sezonin. Kryqëzimi i fundit. Si mendoni do ta rimari dot veten Barça nga ajo goditje e Championsit me Realin? Barcelona duket sikur po e pret tani Reali, thotë kam gjetë në momentin më të mirë, thotë edhe t'i jap dhe i goditje tjetër. Goditje nga poshtë brezit. Jo, unë besoj që avantazhi i Barcelonës është që ka dy rezultate. 4 pikë janë shumë në këtë moment, kështu që mendon që mund ty Barça në fushë me Realin. Jo, nuk në asnjë moment, por nuk do ta ketë atë agresivitetin, atë dëshirën e jashtëzakonshme, do të fitojmë patjetër. Për mua është avantazh teksa luam me një kundërshtar siç është Real Madrid, me cilin ka rivalizuar për një shekulli. Nuk e di ç'do ndodhi. Reali që vjen sigurisht më i freskët në këtë ndeshje, më agresiv, mund ta shpëtojë sezonin praktikisht me një rezultat pozitiv. Po fati i madh që ta shohim në këtë moment. Janë hapur pak dhe kartat sepse Xabi Alonso deklaroi sot në konferencë zyrtare për Leverkusen që nuk do jetë më trajneri i Leverkusen, nuk foli për të ardhmen e tij, por pak a shumë nën kuptohet. Historia tani po kuptohet, ai do të drejtojë mos gaboj dhe 2 ndeshje Leverkusenin që kanë mbetur dhe pastaj do të deklarojë të ardhmen e tij. Por në Spanjë më njëherë kanë filluar gjithë gazetat sot, Asi, Marca që shkruajnë që mbas klasikës edhe Ancelotti do dalë do thotë nëse mundet, pra nëse kampionati mbyllet dielën në aspektin e pikëve, edhe ai do dalë do thotë që në fund të kampionatit nuk do jetë më trajneri i Real Madridit. Loja tani është a do jetë Xabi Alonso do ta drejtojë Realin në botrorin e klubeve apo jo. Kjo tash mbetet për tu parë se si do të rrjedhin ngjarjet gjatë këtyre ditëve. Glend, unë do tentoj të gaboj edhe një herë, kam gabuar 4-3 herë deri tani 4 herë. Do tentoj edhe një të gaboj edhe një herë për herë të 5 që them që prapë Reali është më i motivuar për ta mundur Barcelonën. Megjithëto shuplaka që kanë ngrënë 4-5 i mori kupën e mbretit vjet. Them që Reali këtë vite ka mundur 3 herë. Po, më i favorizuar edhe psikologjikisht tani, sepse është vjen nga të gjitha këto më i çliruar, s'ka çau mbet me ato. Nuk ka, vetëm kampionati ka ngelur. Kurse Barcelonës mendoj që ajo humbja me Interin do t'i djegi, po. Plus që e ka konsumuar në maksimum 120 minuta, mos nuk janë pak këto, ha. Dhe psikologjikisht janë të dërmuar, besoj, janë të dërmuar komplet. Shpresoj që unë dua të fitoj Reali vetëm për një gjë, që ta shikoj atë me një pikë të shkojnë ato javë të fundit, sepse ajo do ishte. Barça ka një kampionat shumë të fortë, luan me Spanjolin pastaj. Ka një ndeshje mbas e Spanjolit me kanë ngelur edhe 3, mbas asaj janë edhe 3 javë apo jo? Po, edhe 3 javë. Reali ndeshjen më të vështirë ka me Sevillën jashtë. Po Barça ka Bilbaon në javën e fundit, ka dhe Spanjolin derbin që është gjithmonë i rrezikshëm. Për këtë ndeshje, për klasiken që do luhet dielën në orën 4:01. Ka të çojë sepse kapet edhe tregu aziatik. Transmetim special nga spanjollët. Do xhirohet me kamera filmash. Ndeshja do xhirohet me 2 fishin e numrit të zakonshëm të kamerave dhe do marrin pjesë 500 teknik. Vetëm ajo grupi realizues i ndeshjes. Kamerat e Final Four-it ton që janë 500 teknik për organizimin e ndeshjes, për transmetimin e ndeshjes. Dhe kamerat do jenë pra të një cilësie kinemae, filmi. Kështu që prit të dielën të jetë një transmetim jashtëzakonshëm digital në orën 4.